Ju ka bërë dëme? Të fundit të kësaj dite në Divjak. Po reshjet e datë e ditës sotme, gjatë gjithë natës dhe sot para dite, këtu në zonën tonë ka rënë rreth 100 mm shi, është një shifër shumë e lartë, ka vite që reshjet të tilla nuk i kemi rënë në këtë intensitet, dhe patjetër që kemi bllokime. Fati i madh është që bashkia ka qenë punë sipër, të gjitha kanalet kanë qenë pothuajse të hapura, po tek tuk, tombinë dhe gjëra tjera janë duke u hapur. Kjo është një nga lagjet e brendshme të qytetit, që ka pas bllokime të vogla, po shikoni rrjedha e ujit, niveli i ujrave të deti. Hidrovorët janë punë, pra janë të gjitha masat marra. Falenderoj bordin e rregullimit, falenderoj OSHE-n që kanë qenë në krye detyrës, energji kemi pas gjithkohës dhe të gjithë hidrovorët tona janë duke punuar me kapacitet të plot. Do duhet dhe një 3-4 orë që niveli i ujrave të na bjeri. Gjithsesi situata është nën kontroll. Cilat zonat ishin më të prekura në territorin e bashkisë tuaj? Në përgjithësi patëm në Miz, në Gërmenj, në Çermat, në përgjatë gjithë Çermave. Pra në përgjithësi e gjithë zona pati mbi vendosje të ujrave. Pra nuk ishte në një vend, por niveli i lartë, intensiteti i lartë i reshjeve bëri atë që në një moment caktuar kaq ishin kanalet, kaq ishte thithja e hidrovorëve. Por mendoj që për 3-4 orë niveli i ujrave do të bjerë dhe do të shkojmë në një situatë normale. Sa hidrovor janë në punë? Të gjithë hidrovorët tonë, edhe i Kavastas, edhe hidrovori që është në Pyll, në Lagun, edhe i Biçukasi, të tre janë me kapacitetet plota. Për shembull, emisari i Tërbufit jemi minus 1 metër. Pra, puna është bërë, por nuk kemi ç'i bëjmë reshjeve të shumë. Faleminderit. Reshjet në territorin e bashkisë Divjakës. Për fat keq sasi e reshjeve ishte tejet e lartë gjatë këtyre orëve të paradites. Mjetet janë të gjitha në punë, në pikat më kritike, në pikat më kyçe. Për fat mirë banesa nuk kemi pasur të përmbytura, disa toka bujqësore, por që aktualisht ujti po largohet. Për fat keq gjithashtu edhe era ka frytur nga drejtimi jug-perëndim, duke mbajtur detin pak ngritur dhe kjo edhe e pengon pak rrjedhjen e lirshme të ujit. Por gjatë periudhës në vijim, uji po ulet. Keni një përllogaritë të dëmeve apo do të bëjmë mbrapa? Deri tani jo, sepse jemi duke marrë me pikat emergjente. Më vonë do vazhdojmë.